Në një seancë të tensionuar, kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Velia ka kërkuar në gjykatën e posaçme që të mos përfaqësohet nga avokati i caktuar kryesisht Valentina Teodorescu, me pretendimin se ajo nuk është e njohur me aktet hetimore. Por avokatja Teodorescu ju drejtua gjykatës së posaçme për të shtyrë seancën me argumentin për të konsultuar, por kjo kërkesë u rrëzua nga gjyqtarja Tleva Deda. Më pas ishte Erion Velia që kërkoi përjashtimin e gjyqtares së posaçme Tleva Deda me argumentin se nuk po e lejon që të ketë mbrojtje ligjore efektive, duke braktisur edhe sallën e gjyqit. Unë i kërkova kohë gjykatës, i kërkova edhe që gjykata ta pajisi, domethënë të mbrojturin prej meje, me një laptop, pa internet dhe me një USB të japi të gjitha, sepse ai kërkon që të njifet në dokumentat, janë njohur gjyqtar, ata avokatët. Po avokatët janë njohur për veten e vet, unë s'mundem t'i them tani 61 faqe, t'ja them Erion Velis përmendesh. Seanca vijoi me konkluzionet përfundimtare të personave të tjerë të përfshirë në dosjen në ngarkim të Erion Veliajt. Seanca e radhës është caktuar me datën 9 shkurt, ku pritet të jepet vendimi i çështjes për Veliajn, nëse do të kalojë ose jo për gjykim. Po ashtu do të shqyrtohet edhe kërkesa e Erion Veliajt për përjashtimin e gjyqtares së Tleva Deda. Erion Veliaj mbahet në qeliçe prej 10 shkurtit 2025, ndërsa në dosje dyshon edhe bashkëshortja e tij Ajola Xoxa, si dhe 28 persona dhe biznese. Spak e dyshon Erion Veliajn për veprat penale, korrupsion pasiv, pastrim parash, mosdeklarim pasurie, shpërdorim detyre dhe futje sendeve të ndaluara në burg.